Policia ka ngritur kallëzim penal kundër ish-ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski. Kallëzimi i referohet veprimeve të Spasovskit në kundërshtim me ligjin gjatë vitit 2021. Përkatësisht, kallëzimi penal ka të bën me propozimin që shërbimet e MPB-s i kishin dorëzuar atij në cilësinë e ministrit për marrjen e kompetencave të kontrollit teknik via komerc. Kompania ku kontrollin teknik të fundit e kishte kryer autobusi Besa Trans, që u aksidentua në Bullgari dhe humbën jetën 45 persona. Policia dyshon se në veprimet e tij, Spasovski ka kryer shpërdorim të detyrës zyrtare. Në afatin e paraparë me ligj nuk ka sjell vendim për t'i marrë kompetencat e kontrollit teknik mbi bazën e propozimit paraprak të dorëzuar nga një siti për çështje qytetare. Edhe pse e ka ditur që afati për marrjen e kompetencave është më së voni 15 ditë nga dita kur i është dorëzuar lënda, i njëjti nuk ka vepruar në përputhje me ligjin, njoftojnë nga Ministria e Brendshme. Në janar të vitit 2023, Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit, pas denoncimit që kishte marrë për lëshimet në kontrollin teknik, hapi lëndë kundër Spasovskit dhe kërkoi konstatimin e përgjegjësisë nga ana e qeverisë. Sipas gjetjeve të antikorrupsionit, Spasovski kishte sjell vendim për mbylljen e qendrës për kontroll teknik vetëm 3 ditë pas tragjedisë, ndërkohë që propozimi për marrjen e kompetencave kishte nisur më herët. Më 12 gusht 2021 ishte kryer kontrolli punës së qendrës. Gjatë kontrollit të bërë nga shërbimet e MPB-s, ishte konstatuar se subjekti nuk ka regjistra për kontrolle të kryera dhe se ka të angazhuar nxënës të shkollave të mesme për të kryer kontrollet përkatëse. Më 25 gusht është dhënë propozimi për fuqizimin e ndalesës me punë, por via komerc kishte vazhduar së funksionuari. Më 5 tetor, në të ishte kryer kontrolli i fundit i autobusit, që u aksidentua në Bullgari më 23 nëntor. Menjëherë pas tragjedisë, 3 ditë më vonë Spasovski merr vendim për mbylljen e tij, ndërsa më 6 dhjetor subjekti e pranon vendimin. Prokuroria e krimit të organizuar kishte hapur lëndë për tragjedinë, por ish shefja e organit të akuzës aso kohe, Vilma Ruskoska, kishte deklaruar se hetimi nuk ka arritur ta konstaton se deri te tragjedia ka ardhur si pasojë e problemit teknik të autobusit.